Përshëndetje, ky është një vlog nga Tirana dhe unë nuk kam bërë ndonjëherë video nga Tirana, por do marr një javë me vete dhe do shohim gjithçka që do bëjmë për një javë në Tiranë. Jam munduar që në këtë vlog të kap vetëm frekuenca të shkurtra të videos, që mos të zgjatet edhe shumë. E parë që bëra në mëngjes ishte që të shkoja tek Mirela, te qyteti i studentit, ku unë kam besuar flokët e mia bionde dhe kam një rezultat fantastik. Mirela ka specialitetin e saj flokun bjond të themun, sepse nuk e dëmton edhe e nxjerr shumë bukur. Paktën unë kam një vit e gjysmë që shkoj te Mirela dhe jam shumë e kënaqur. Dhe ju të gjitha vajzat që dojnë që të lyeni flokët bjond, mund të shkoni në Instagramin e Mirelës dhe të lini orarin tuaj. Kam bërë disa fije të shpeshta bjonde dhe të holla, por më shumë jam fokusuar tek pjesa e përparme e flokut, pra tek ballukja. Këtu kemi bërë tonerin, maskën dhe botoksin e flokut, që floku të ruhet, mos të bëhet i verdh dhe gjithashtu të mos dëmtohet. Po ju lë që të ndiqni videon deri rezultatin. Sa më kam pëlqyer flokët këtë herë, nuk e di nëse më kam pëlqyer më përpara. Pas Mirelës shkova për të bërë thonjt. Unë thonjt i ha brenda javës, nuk e di pse harxoj lekë dhe shkoj të bëj thonjt, por nuk është ky fokusi i videos. A dhe diçka, thonjt e këmbës unë i bëj në verë, në dimër nuk ka rëndësi, dua që unë kur të rri zbathur në shtëpi të shikoj këmbën time të bukur, edhe zgjodha që edhe thonjt e këmbës dhe të dorës t'i bëj njësoj. Ç'kemi, është problem shumë i madh këtu në Tiranë që unë nuk filmoj dot. Më vjen turp po t'jem në Tiranë, domethënë, edhe të filloj edhe të flas në rrugë me telefon. Se njerëzit më shohin çuditshëm. Edhe nuk është se kam bërë shumë video, por nëse dita sot siç edhe pak e pat, kam bërë flokët që nuk duken shumë këtu, se unë kam kapur të puz tani. Edhe bëra edhe thonjt, bëra thonjt e këmbës, edhe pse është dimër, thonjt e këmbëve duhet bëhen. Se mjafton t'i shohësh vetë edhe të pëlqejnë. Do bëjmë këtu është pakot e vitaminave të flokëve. Edhe kam porositur disa goca shumë të mira. Kam porositur edhe ku kam pasur Pretty Barbies në fakt. Shumica prej atyre. Edhe një falenderoj nëse janë të parë këtë video. Pagatimet e mia janë shumë të bukura, normal sepse unë i kushtoj rëndësi çdo lloj gjëje, se pse mos të vi një pako e bukur e tillë, ta merrni ju kur të bëni porosi. Si çdo vit, çdo të martë dhe çdo të shtunë, darkave i fokusohemi bigut. Kjo është një ditë tjetër në Tiranë, kem konsumuar mëngjesin dhe më pas kam shkuar dhe kam bërë disa analiza sepse unë gjithmonë dua të tregoj kujdes të veçantë për trupin. Ndërkohë, këtu po ju lë dhe emrin e klinikës për çdo problematik, uroj mos keni asnjëherë, por që ta keni këtu. Tajvani është vendi im i preferuar në ditët me diell të dimrit. Më pas, kam shkuar tek Xhulia. Xhulia ndodhet në Astir, te pallati Eglo, ku unë bëj qerpikët dhe Xhulia i qan qerpikët me lot. Do rregullohemi. Përveç qerpikëve, bëra dhe vetullat dhe kërkova Xhulias që të më lyente vetullat në bjonde dhe kafe, pra jo të errta, dhe mendoj që kam bërë zgjedhjen e duhur. Ky është rezultati. Ju mund të shkoni edhe në Instagramin e Xhulias edhe të ndiqni çdo punim të saj dhe nëse ju pëlqen të lini një orar dhe të shkoni të bëni qerpikët tuaj. Preditoja të gjithë të shupat edhe pash që nuk kisha folur fare
Dhe gjithçka ishte me voice over, kështu që tash dhe shpjegoj gjithë këtë situatën pse unë nuk kam folur. E para janë këto ditët e para kur vjen në Tiranë që ti nuk e kohë të bësh asgjë, domethënë ti ose unë të paktën, kur vjen në Tiranë, 5 ditët e para dua t'i heq qafe gjitha punët që ka për të bërë, edhe pastaj të merrem, të merr hatë dhe të bëj ç'të dua unë, pa pasur përgjigje. Por prap rrjetet sociale janë hangari më vete, edhe gjithmonë, domethënë nuk është se detyroj njëri që ti ke rrjete sociale, por mua më pëlqejnë shumë, edhe kaloj kohën time të lirë, por që prap duan shumë kohë. Edhe pastaj kur vinë edhe ato komente që janë pozitive dhe thonë që se nuk e hedhur video në YouTube ose në Instagram ose në TikTok, nuk e postuar, thjesht ndonjëherë nuk e di çfarë poston, dhe më mirë rri në heshti se sa të postosh gjëra koti dhe të bezdisësh edhe ato që të ndjekin. Nejse, edhe duke qenë se është një video YouTube dhe ju nëse doni e shihni, nëse doni nuk e shihni e bëni skip gjithë këtë pjesën. Unë do ju mësoj disa trike të vogla make-upi, duke filluar që te pjesa e buzëve. Këtu ka dalë një herpes, kështu që nëse vini re, nuk është se e kam bërë keq. Unë kam marrë tek Sheini, ku është? Po, është kjo. Kam marrë këtë dhe është nuancë kafe, duhet ta vendosësh tek buza dhe pastaj e heq si e rrjepur dhe lë këtë pigmenti këtu. Por, këtë unë e bëj në fillim pa filluar asgjë në make-up. Dhe pastaj do I bëjmë bukur që ju do I shikoni. Ka përqër pikët tek Giulia bashkë me vetullat, kam ndyer edhe flokët tek Mirela që ju I keni parë në Instagram të gjitha këto, por për ju të YouTube-it ose për ju që nuk keni marrë vesh. Hidratoj super shumë lëkurën, një krem hidratues, pastaj kremin që është për make-upin, I vendosim një primer, unë kam marrë këtë nga Elf, është për fytyra sensitive. Ky primeri I Elfit është shumë I mirë, do shumë pak produkt dhe ta mban make-upin gjithë ditën. Ku isha në Skotland dhe ju keni video tjetër këtu në YouTube, unë bëja make-upin në orën 12 paradites dhe deri në darkë në orën 1, make-upi im rrinte perfekt. Okej, ka të bëj edhe produktet, mënyra se si lyen e gjitha këto, por që e sugjeroj shumë këtë primeri nga Elf. Tjetër, si pas meje gjithmonë, kjo është një kurs falas, unë hedh shumë pak produkt, sidomos krem puder hedh shumë pak, edhe për fytyrat që janë problematike, nuk sugjeroj t'i hedh shumë produkt. Marr një furç edhe e vendos në të gjithë lëkurën, dhe pastaj e hap gjatë gjithë kohës. Furçën është mirë që të fokusohem vetëm tek përhapja e produktit, jo tek pjesa e ngjeshjes. Dhe duhet të marrim një sponge I cili duhet të jetë I lagur me ujë normal, nuk ka nevojë, ose mund ta bëni edhe me spray, por prap unë preferoj ujin. Dhe mundohemi që të ngjeshim make-upin sa më shumë të jetë mundur. Unë këtë proces e bëj shumë, e zjat shumë, sepse dua që ky krem puder të jetë I ngjeshur dhe të rri këtu mirë, edhe prandaj dhe hidratoj lëkurën super mirë që shtresat e lëkurës të përmbajnë më shumë kremin se sa pudrën. Tani unë kam, po doja t'rregoj tani se sa shumë make-up që janë pafund dhe ju betohem nuk është as 20% që pjesa tjetër është në londër dhe është ka super shumë. Çka kam dashur të marr? Tani kam vetëm dy kontur. Kam këtë të Shiklem edhe këtë të Revolution. Ky Revolutionit në fakt është pak I errët, edhe unë nuk e dua shumë të errët, nga që edhe jam bërë pak më shumë bjonde dhe dua që thjesht kem një kontur të lehtë, sepse do I vëm edhe atë powder, kështu që na mjafton kjo. Ose tani që po mendoj, do bëj një përzierje. Edhe bashkë dhe bëj. Dhe kjo është hera parë që e bëj kështu. Okej. Marr të njëjtën furçë sepse këtë kam, e pastrova dhe hap konturin. Pastaj të marrim spongjin, kjo është pak I madh, por ka gjitha të funksione. Për konturin na duhet kjo pjesa këtu, sepse I bën shumë një pjesën e faqeve, të ballit.
këtu dhe komplet pjesën këtu të G-line-it. Besojni ose jo, unë nuk kam qenë fare vajzë që përdorja blashin. Tani unë kam pafund blash. Kjo ka pigment më të ëmbël, kjo e hudës të fakt është shumë e bukur. Por shkome këtë tani duke qenë se unë përdora këtë të Elf dhe kam përdorur përveç kremit pudër të Diorit. Të tjerat janë ekonomike si make-upi, kështu që mendoj që ky make-upi mund të dalë i bukur dhe kur make-upet janë ekonomike, pra ka të bëjë mënyra se si ti lyen. Marr një forcë edhe të përhap të gjithë pjesën e blashit. Një Sun Kiss blush dhe kemi dhe concealerin. Për concealer për marrë prapë këtë të Elfit se do përdorim produkte ekonomike. Tani, të gjitha këto që vendosëm në fytyrë, do t'i bëjmë powder. Unë thjesht po filmoj të gjitha proceset edhe nuk po flas që video mos të bëhet e bezdisshme. Ndrova mendim, jo këtë. Do përdorim këtë të NARS. NARS quhet? Është ngjyrë super bukur. Pigment ka, nuk e di pse e mbylla këtë blashin. Pjesën këtu ta lëm pak pa përhapur sa të thithet dhe të vazhdoj me buzët. Faktikisht nuk bëja dhe syt, po nuk do u lyja fare sepse kam bërë që pikët e vetulla, por thjesht u lyva se më dal. Dhe do bëjmë buzët. Buzët keni mendjen se nuk do flas fare se fokusohem shumë kur lyj buzët. Të bëja. Kam. O zot qa lëmshi. Okej. Të marrim një laps kaf të fort, por edhe të ëmbël njëkohësisht. Dhe një gjë të tillë. Tani kjo duket e errët, por duhet të keni durim edhe të besoni të gjithë procesin. Unë do bëj prerjet e buzës tek pjesa këtu dhe këtu. Tash se nuk do flas, po nuk rrit dot pa ju shpjeguar tamam. Edhe mendoj që fakti që ti të lyej mirë buzët ka filluar që e këtyre të dyjave të hudës. Kjo është blash, po shumë si ka, edhe kjo është një plumber, do të thënë një kështu shkëlqys që t'jep edhe pak këto efektin gjëja voluminos, por jo. Nëse që kam filluar që të lyej buzët mirë, e kam shpikur vetë këtë gjën, gjithë këtë gjën që po shikoni, kam filluar vajzat, do të thënë që ke bërë buzët. Unë në plan buzët i kam, por para se t'i bëj, do t'i mbush mendjen 3 personave. Se kur jam këta 3 persona, merrnin vetë në mend. Dhe deri atëherë, kur ta bëj, do bëj vetëm pjesën lart, pak, jo pjesën poshtë. Vetëm pjesën poshtë jam okay. Unë dua që vetëm pak pjesën këtu të syrit ta bëj pak kafe, por shumë pak.
tepër, hapim. Unë do bëj dhe pak highlighter dhe mbaruam. E doja t'rregoj në një ndritshim, sepse nuk duket aq bukur sa të ke pasqyra ime make-upi. Ky është një highlighter që unë e përdor për herë të parë, edhe ta shikojmë bashkë. O sot, shumë bukur. Po të shihni këto buzët, nuk kam krahasuar me ato që ishin në fillim me këto. Harrova të vendosja këtë setting spray. Kjo është motra ime që nuk prononcohet për kamera. Pas ka nik dritat. Make-upi pas 5 orëve. Shpejt që ikin ditët në Tiranë kur ti ke një biletë. Derisa këtu jemi në një ditë tjetër, këtu ka filluar mëngjesi, kafen, nuk e di, më pëlqeu ta pija në shtëpi, binte dhe dielli dhe ishte perfekt. Sot për nesër edhe nuk më dhimbte shumë, edhe nuk kisha këtë presionin e kohës, por që gjithsesi jam kënaqur pa fond sepse ka ardhur dhe mami dhe për ju që e dini mami nuk jeton këtu. Edhe ndoshta prandaj kanë ikur edhe shpejt ditët. Po. Bën sens patjetër. Për gjithë ju që keni ardhur deri këtu, mos harroni të shkojeni në Instagram, të bëni follow Gisela Velia dhe të bëni një subscribe, like dhe të doni një koment të videos. Sot nuk e kam updateuar fare YouTube-in tim dhe duhet ta updatoj. Do të bësh pjesë e videos time? Mirë. Okej. Unë pëlqej shumë që ta haj këto fast foodet, hamburger, pizza, po këtu në Tiranë motra ime nuk më lë dhe sot më tha do që të porosisim jashtë. Thjesht shijon ndryshe, ose ndoshta kjo faktikisht kjo ka të bëjë me mua. Nga që unë çdo fjalë që thot motra ime është e vërtet, edhe unë automatikisht po e tha ajo ka marrë fund si gjë. Ndoshta prandaj nga që e sugjeroj ajo dhe shijon më shumë. Nuk është se kisha shumë uri në fakt, por siç thash. E tha ajo, do e hajm. Më gjithë si njerëz të bukur dhe të mirë. Koha në Tiranë ka vajtur super shumë, por sot është e diel. Është data 18 janar, por më duket se nesër do fillojnë shirat. Nga nesër unë do heq maskerina, do heq edhe botonat, do bëj një spartim dhe një pastrim dhëmbi dhe mezi, po pres, sepse nuk është më kam bezisur maskerinat fare, madje jam mësuar shumë e to, por është kjo gjë, ideja që ndryshimi para dhe pas.